Besnik Hotin që ta merë fjallën e emër të vrarëve dhe të zhdukurve. Dashur familjar të dëshmorëve, të martirëve, qytetarët Krushës, Ravecit dhe mbarë Kosovës. Po filloj këtë fjalim me një citat të ish ministrit jashtëm të Republikës Federative të Gjermanisë, Joschka Fischer. Citoj: "Kjo vizit në Krushet Madhe sërish më qartësoj se për çka kishim luftuar dhe kishim vepruar drejt me vendimin që Miloševićin këtë herë ta konfrontonim ushtarakisht dhe me vendosmëri." Mbyllët citati. Pranvera e vitit 99 dhe lufta e atij viti për shqiptarët e Kosovës, posaçërisht për krushanët, ishte një ngjarje që do të mbahet mend për jetë e paharruar në kujtesën e atyre që arritën të dalin gjallë nga kjo luftë. Nata 24 marsit e vitit 99, kur avionet e NATO-s filluan bombardimet mbi caqet serbe, kriminalët serb në pamundësi për të përballur me forcat e NATO-s dhe UÇK-s mbën thikat e tyre të krimit për të masakruar popullatën e pambrojtur kosovare. Dhe ishte fshati Krushë Madhe dhe njerëzit e tij që do ta kishin këtë fat të keq. Në mëngjesin e 25 marsit dhe 26 marsit, forcat e mëdha ushtarake janë synë fshatit për të shfarosur njerëzit e tij. Qindra ushtar të armatosur deri në dhëm, të udhëhequr nga afrorët e tyre, djegin Krushën dhe fshatat për rreth shtëpi për shtëpi. Vrasin bagëtit, nxjerrin banorët në udhë, duke i dërguar herë në një vend, herë në tjetrin për të kërkuar një vend se ku ishte më i mirë t'i përshkatuar dhe masakruar. Terrori sistematik, dhuna, krimet e luftës dhe gjenocidi ndaj popullit shqiptar në Kosovë po ushtroi me vite dekada. Kundër kësaj çmendorie ishte edhe faktori civilizues ndërkombëtar që nuk mund të rrinte duar kryq. Prandaj dhe ndërhyri në krahët e UÇK-s e mbështetja. Lufta e UÇK-s ishte luftë e pastër, luftë e drejtë, luftë çlirimtare në mbrojtje të identitetit dhe dinitetit kombëtar dhe njerëzor që shtyri NATO-n të veprojë. Fal gjakut të dëshmorëve dhe martirëve të Kosovës, sot Kosova është vend i lirë dhe i pavarur. Krusha e Madhe, por dhe gjithë Kosova, përkundër tragjedisë që i ka ndodhur, janë kontribusit më të mëdhenj të paqes në Kosovë dhe rajon, duke respektuar vlerën më të larta njerëzore dhe vlerëtat më mirëfillta demokratike dhe faqësore. Jablanović ka vetëm një të vërtetë, e kjo është se Serbia ushtroi terror dhe gjenocid në popullatën shqiptare të Kosovës. Edhe sa dëshmi të duhen për ta vërtetuar se kush në të vërtetë është egërsir. Masakra Krushës, Cilinës, Ballacerkës, Ravecit, Gjakovës, Mejës, Prekazit, Reçakut e shumë vendeve tjera të Kosovës janë dëshmi e egërsirës serbe kundër popullit shqiptar të Kosovës. Jablanović nuk e di cili e i vërteti, ai cili gjatë luftës ke qëndruar larg asaj, apo të kishte ngelur hatri që nuk pate mundësi me shokët e tu të listës serbe të luftojnë në Koshare dhe në Morin. Cili e i vërteti? Atëherë kemi një kërkesë që kryeministri i Republikës Kosovës, zoti Mustafa, ta shkarkojë sa më parë nga detyra Jablanovićin, nga institucionet e Kosovës që janë ndërtuar me gjakun e dëshmorëve dhe martirëve të Kosovës. Ju falenderoj. Jablanović janë!